Përshëndetje të gjithëve. Sot dua të flas për një temë shumë të rëndësishme që prek çdo qytetar në Kosovë, standardin e jetës. Të gjithë e dimë sa e vështirë është bërë për të përballuar jetën me pagat e ulta dhe çmimet që do të rriten çdo ditë. Kjo situatë po na detyron të jetojmë me stres të vazhdueshëm, duke u shqetësuar se si do t'i paguajmë faturat, qiran dhe ushqimin e përditshëm. Por pyetja kryesore është kjo: a mund të vazhdojmë kështu? A është normale që shumica e njerëzve të punojnë gjithë muajin dhe në fund të mos u dalin të ardhurat as për gjërat më bazike? Kjo nuk është vetëm e padrejtë, por është edhe e papranueshme. Problemi kryesor: çmimet janë rritur jashtëmasi në vitet e fundit. Nëse shkojmë në treg, shohim se produktet ushqimore kushtojnë shumë më tepër se më parë. Faturat e rrymës, ujit dhe ngrohjes janë rritur. Nafta dhe benzina janë më të shtrenjta, duke bërë që edhe transporti të kushtojë më shumë. Dhe ndërkohë, pagat mbeten të njëjta. Paga minimale në Kosovë është një nga më të ultat në Evropë. Një punëtor me një rrogë mesatare mezi arrin të përballojë shpenzimet mujore, e lërë më të kursejë ose të investojë për të ardhmen. Dhe çfarë ndodh me ata që fitojnë edhe më pak? Ata janë të detyruar të sakrifikojnë cilësinë e jetës së tyre, të heqin dorë nga shumë gjëra, madje disa as nuk mund të përballojnë ushqimin të shëndetshëm apo shërbim mjekësor cilësor. Pasojat e kësaj situate: nëse vazhdojmë kështu, çfarë do të ndodhë? Përgjigjja është e qartë. Njerëzit do të vazhdojnë të largohen nga vendi. Të rinjët nuk shohin një të ardhmen në Kosovë dhe kjo është arsyeja pse mijëra prej tyre po zgjedhin të emigrojnë drejt Gjermanisë, Zvicrës apo vendeve tjera. Ata nuk duan të largohen sepse nuk e duan vendin e tyre, por sepse nuk kanë zgjidhje tjetër. Dhe çfarë ndodh me Kosovën nëse të rinjët largohen? Vendi mbetet pa fuqi punëtore, pa zhvillim dhe pa shpresë për të ardhmen. Kjo është një situatë alarmante. Çfarë duhet të bëhet? Zgjidhja është e thjeshtë dhe e qartë: ose duhet të rriten rrogat ose duhet të ulen çmimet. Rritja e rrogave do të ndihmonte qytetarët të jetojnë më mirë dhe do të përballojnë jetesë më lehtë. Do të ndihmonte që ata të qëndrojnë në vendin e tyre dhe të ndërtojnë një jetë të qëndrueshme. Ulja e çmimeve. Ulja e çmimeve do të bënte që të ardhurat aktuale të mjaftojnë për të jetuar një jetë më dinjitoze. Nëse rrogat nuk mund të rriten menjëherë, atëherë duhet të ketë një kontroll më të mirë të tregut për të ndaluar rritjen e paarsyeshme të çmimeve. Qeveria duhet të marrë masa dhe të kuptojë që njerëzit nuk mund të jetojnë vetëm me premtime boshe. Duhet të ketë politikë konkrete për të përmirësuar jetën e qytetarëve. Përfundimi, tani dua të dëgjoj mendimin tuaj. A mendoni se duhet të rriten rrogat apo të ulen çmimet? Çfarë do të bënte jetën në Kosovë më të lehtë dhe më të përballueshme për të gjithë? Shkruani në komente mendimin tuaj dhe shpërndajeni këtë video që ta dëgjojnë sa më shumë njerëz. Sa më shumë të flasin për këtë temë, aq më shumë presion do të ketë për ndryshim. Faleminderit për kohën tuaj dhe shihemi në videon e radhës.